U qëllua me 4 plumba nga djali i agjes tij. Ky është viktima e vrasjes së mbrëmshme në fshatin Balaj në Ferizaj. Viktima është Brahim Ramusa, ndërsa i dyshuari është një person rreth të 50-tave me inicialet B.R. Ngjarja sipas policisë ka ndodhur rreth orës 19:42, ndërkaq policia rajonale e Ferizajt ka pranuar një informacion se në fshatin Balaj ka ndodhur një rast i vrasjes me armë zjarri. Menjëherë pas marrjes së informatës, në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë të nevojshme të stacionit policor në Ferizaj. Hetuesit kanë kryer ekzaminimin e vendit të ngjarjes dhe të trupit të viktimës, ndërsa janë intervistuar edhe dëshmitarët. Në vendin e ngjarjes janë gjetur 4 gëzhoja, ndërsa në oborin e shtëpisë të dyshuarit është gjetur një armë zjarri pistolet me të cilën dyshohet se është kryer vrasja. Gjatë bastisjes së shtëpisë të dyshuarit janë gjetur dhe konfiskuar gjithashtu një pushk gjahu me 72 fishek dhe një pushk ajrore. Sipas hetimeve fillestare, ngjarja ka ndodhur pas një mosmarrëveshje të mëhershme që kulmoi në ditën kritike me një debat verbal ku i dyshuari nxori armën dhe qëlloi 4 herë në drejtim të viktimës, duke e lënë atë të vdekur. Pas kryerjes së veprës penale, i dyshuari ka njoftuar policinë për rastin dhe vendodhjen e tij, ku më pas është arrestuar dhe shoqëruar në stacionin policor në Ferizaj për procedura të mëtejme hetimore. Me vendim të prokurorit të shtetit, trupi i pajeti viktimës B.R. i lindur në vitin 1987 është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, ndërsa i dyshuari është ndaluar për 48 orë. Sipas njoftimit, prokurori kujdestar nga Departamenti për krime të rënda në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe njësitë relevante ka ndërmarrë veprime hetimore në vend ngjarje për të ndriçuar rrethanat e rastit. Prokuroria bën të ditur se brenda afatit ligjor do të paraqesë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të dyshuarit, ndërsa hetimet për motivin e ngjarjes po vazhdojnë.